Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Të në vëllezër, shpesh tek fetarët ekzistojnë disa fjali që janë fjali krenarie, ose fjali të cilat ndoshta edhe me to motivohen gjatë rrugtimit tyre fetar. Mirë po, donjëherë disa për këtyre fjalive, çat se janë fjali krenarie, janë edhe fjali që të munojnë, janë fjali edhe që tranojnë, janë edhe fjali që ndoshta me bo me këshur nga anë tjetër, qatë sa mund është me po pjesën e privilegjit, qatë që shë edhe pjesën e vështirësisë. Për shembull, për më konë fetar i bie që ti e të munu më konën i përcaktuar tek e vërteta. Mi po kjo qatë sa e ka pjesën e bukur, e ka pjesën e ronë. Cilë është pjesë e ronë? Se ti kur thu unë jam tek e vërteta, në një ose tjetër formi duke thonë, unë jam qashtu që shukon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë, me i farforme të qeni tek e vërteta ose përcaktimi tek e vërteta nën kupton që ti e vi ose vijmësi ose vazhdimësi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tash një njeri thjesht, ti më kon njeri thjesht apo dikush më thon unë mendoj më njëjtë sikur ti. Më fal, ai është më sigurt ti që mendon si unë? Don, a ja lejon ti gjithkujt me të përfaqësu ose a ja lejon gjithkujt fjala bie me u përcaktu sikur se është tek mendimet e tua ose përcaktimet e tua. Nëse njerëzit e thjesht nuk e pranojnë, kush është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Tash na nuk mund mu zhvesh pikë kësaj. Domethënë, fakti që ti thu unë jam në hak, ju të thon unë jam që shukon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe tash me një varfome ti e tu nënshkru për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Je tu nënshkruajt në emër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk është nënshkrim veç kur fjala bie, domethënë jep fetva. Se shpesh domethënë unë s'foli për fe, edhe unë nuk e kam këtë përgjegjësi. Jo, ti veç kur je fetar, edhe e deklaron ti që je tek e vërteta jo ti bie që është i vërtetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ndaj, kjo është feja, nëse ne themi si fjalë, kjo feja, atëri bie që na të thonë që kjo është udha e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ose kjo është e vërteta, që kjo është udha e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe rrjedhimisht. Të vërtetat e fejes e kanë një rrezik. Jo vetëm të fejes, përgjithësi këtu ku ka orientim për qenë i thtar, e kanë një farë rreziku. Cili është ai? Të përcaktohesh tek e vërteta, po pastaj pasi të përcaktohesh tek e vërteta ta kalosh kufirin e së vërtetës. Domethënë, një diçka është e vërtetë, po pastaj qasja ndaj të vërtetës, të jetuarit me të vërtetën, jetësimi i të vërtetës, provimi i saj e shumë çka varet me kufit e saj. Për shembull, është e vërtetë që lulet duhet mu ujit. A me bo me tepru me ujë i kalb. Është e qartë. Është e vërtetë që uji është jeta e luleve dhe e bimëve. Edhe është e vërtetë që edhe dielli është ai çka jep jetë pas Allahut azza wa xal, që është sebeb jete për bimët. A me bo me prish balanci ujë edhe diell, a kalbën edhe a thahën? Nëse të pron me ujë, kalbën. Nëse të pron me nxehtë, thahën. Tash a mund dikush me thonë, megjithatë unë u përpoqa për diçka të mirë. Unë isha tek e vërteta e bujqësisë, që e vërteta e bujqësisë do të më vadit, do të më ujit. Po, ti tek e vërteta veç tek e vërteta e ki kalu kufinin. Tek e vërteta, domethënë e ki kalu kufinin, ndaj domethënë në shpesh mundesh më kon hak, po tek haku e ki tepru. Për shembull, ti mundesh më kon ndoshta jo vetëm temat e mëdha të fejes, edhe temat e vogla të fejes. Për shembull, temë vogël e fejes ta zon, për shembull, sjellja jote me dikë, ose të drejtat e tua në raport me dikë, ose obligimet e dikujt në raport me ty. Ti në hak je, e të vërtetën e të thonë, ama te haku e ki tepru. Te haku e ki tepru. Dhe rrjedhimisht kur e ki tepru te haku me një farforme ki dal pi hakit. Ti je i thari i hakut kështu në dukjen e përgjithshme, po pastaj e ki te kalu. Dhe këtu është një problem ndër vëllezër. Shpesh njerëzit domethënë kur na kritikojnë neve si fetar, nuk ja pranojmë këtë sepse na rrimi në pozicionin e sipërorit, se ne jena në hak, ju jeni dalalet, ju jeni në devijim. Shumë njerëz nuk kanë problem me të vërtetën tonë. Kanë problem me teprimet e tona në të vërtetën. Ndaj këtu është dallimi jon si menhej, dallimi jon si frym, dallimi jon si davexhi me shumë grupe njerëzish, me shumë lëvizje islame, me shumë aktorë të davetit, me shumë eksponentë të ilmit, me të cilët na nuk kena afërsi. Pse nuk kena afërsi? Se tek e vërteta në cilën ndoshta mumin i të vërtetë me pas njëjtë, ai e ka me teprim atë vërtetë dhe neve na teprimin na largon. Jo e thelbi. Thelbin që aty e kena, ama raporti me thelbin është i tepër dhe rrjedhimisht krijon menhej tjetër, krijon frym tjetër, krijon perceptim tjetër e kështu me radhë. Për arsye shpesh ndoshta dikush pionësh kur i sheh eksponentët e ilmit të davetit thotë, pse këta s'janë bashkë? Nuk është punë epshi edhe punë inati edhe punë xhelozie. Absolutisht.
është punë përcaktimi, mënyra se si e përcaktuar tek e vërteta, ti e ke kalu kufinin ndërmjetësisht janë kriju domethënë dy përcaktime të ndryshme. Ndaj sot me lenin Allah subhanahu wa taala, ajetin e radhës që kam përzgjedhur me shpjegu, është ajeti kuranor ku thotë Allah subhanahu wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Kështu ne juve u kemi bë ummet mesatar. Kështu ne juve u kemi bër ummet mesatar, ummet i drejtë. Pse? Që ju t'jeni dëshmitar për njerëzit. Ashtu sikurse domethënë i dërguari juaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam do të jetë dëshmitar për të tjerët, për këtë botën, për këtë njerëzimin ditën e gjykimit. Domethënë, kur thot Allah subhanahu wa taala, kështu ju kemi bërë juve mesatar. Kështu ju kemi bërë juve mesatar të drejtë. Që t'jeni dëshmitar për të tjerët, sikurse i dërguari juaj është dëshmitar. Sikurse thot, ju jeni ummet mesatar se pejgamberin e keni të tillë. Do të thonë pa Allah subhanahu wa taala nuk e ka lidhur mesatarin në këtë ajet me fakte të tjera. E ka lidhur me faktin që jena pasues të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kuptimin që nëse e prishni mesatarin, nëse jeni njerëz që anoni ka ekstremizmi, nëse jeni njerëz që nuk dini me mojt balancin edhe ekuilibrin, atëherë i bie që e para keni dalë pi udhës së profetit tuaj, ani pse ju domethënë jeni më të zëshmit për profetin tuaj, ki dalë. Domethënë ki dalë ndoshta më shumë se sa ai që sot e praktikon sunetin. Sa ai nuk është duke praktikuar sunetin, po ndoshta o tu ni fajtore ose të kërku falje. Ndërkohë ti tu thirr në fe, je duke dalë pi udhës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam sepse nuk je tonë te mesataria, ki dalë te ekstremizmi. Edhe kuptimi i dytë, kur ju jeni ummeti Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, edhe dilni pi mesatarisë, edhe shkoni në ekstremizëm, në një ose tjetër formë, jeni duke akuzuar udhën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Se ti nuk je të thonë unë jam ekstremist se hoxha jam është i tillë. Ti nuk je të thonë jam ekstremist se shokët e mallës tem janë të tillë. Jo, ti thu kjo sunet. Shej të thonë, çështu kon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A ka logjik mu paskon një pejgamberi Allahu që e ka mësuar Allahu pi 7 kaqeve, një profet ekstremist që s'di me mojt balans, s'di me mojt ekuilibër, s'di me kon të parimet e mesatarisë. Më thonë, ti kur delpi udhës së mesatarisë edhe kalon në ekstremizëm, në një ose tjetër formë, je duke akuzuar vetë udhën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Se dilsha dhe thuish, jo, unë i takoj mendimet të filanit që të mohabet është. Amo ti po thua mas pam ti kjo suneti, domethënë i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sigur se na e tani domethënia. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Ju kena bërë ju ummet mesatar i drejtë, li takunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida, që ju jeni dëshmitar për njerëzit dhe i dërguari të jetë dëshmitar për njerëzit, sikurse Allah subhanahu wa taala thot njerëzit e ekuilibruar, njerëzit e balancuar, njerëzit mesatar, senedin e kanë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse ty dikush thot pse nuk po ngutesh, pse nuk pesh tregon pak më shumë, pse nuk po gufon në fe, apo? Jo, unë ku e kam senedin çështu na ka mësu. Ku e kam zinxhirin çështu na ka mësu. S'na ka mësu fejan për një natë me gufu. S'na ka mësu se ç'është kjo feja. Na ka mësu që duhet mi marr gjonat katar. Na ka mësu mi marr senat me ran. Na ka mësu senat mi marr me mesatari. Na ka mësu mos mi marr senat me teprim. Që kjo është senedi jam. Unë me senet, pitë dietarët e mi, hoxhallarët e mi, mësuesit e mi, deri te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na kena senet. Kush është senedi? Ju jeni mesatar për të qenë dëshmitar se i dërguar juaj që ashtu, domethënë ju keni senet, ju sini pa far, ju sini pa bërtham, ju sini pa rronj. Ndërkaq i bie që njerëzit e tjerë ndër vëllezër s'kan senet. Krahasoj merrni krejt mendimet ekstreme që janë mesin ton. Krejt përcaktimet ekstremiste që kanë. Pyetjen më sikletuese kanë pyetje për senetin. Kush vëllot i qëndron këtyre mendimeve? Domthon krejt sillet mohabeti rreth do anonimave që bota s'po i njeh, po ata kanë shumë dëshum. Tani me bë me shku pak manatone, ai te kush, domthon është zor me çuni 100 vjet senetin e tyre. Bele gjys shekulli është zor me çu senetin. Me po nëse dikush ti thotë që kjo feja jote kush e ka pas ky. Pastaj ky kuna ka marrë pikë këtij. Deri sa shkret te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Domethënë mesataria ka senet. Ekstremizmi nuk ka senet. Ekstremizmi del pi senetit të, domethënë të zakonshëm të domethënë muslimanëve. E kam thënë disa herë për disa ligjërata, po duam të përsëritni diçka. Njerëzit e mençur janë të ekuilibruar. Si ta shihni një njeri që s'di me mojt balans, s'është i ekuilibruar. Ai domthon ja është mediokër, ja është njëri prapambetur, ja ka kulturë provinciale, ja është njëri domthon shumë i vrash natyrë në karakter, ja e ka një periudhë kulturore shumë të varfër, ja ka një mendësi të prirë për mi rrit gjonat e për hiperbole, ku diçka, nuk mundet njëri i mëshëm të qenë ekstremist. Edhe domthon kur na shohim dikë fjala bie që ndoshta ka shumë arritje akademike edhe ka prirje ekstremiste. So i mëshëm, ai i shkollu më, po i mëshëm s'është.
Njeri meqëm edhe pa asnjë ditë shkollë, nuk bën ide ekstreme, si ja pranon natyra. Natyra si ja pranon. Për arsye domethënë ekstremizmi është një prej shfaqjeve më kompromituese të njeriu të paarsyeshëm. A kena dëshmi për këtë? Ne kena fillimisht edhe historinë në vëllezër. Historikisht. Nuk po duam me u gjenu këtë se pastaj del ders historik, domethënë natyra, karakteri edhe formimi i ka paraprir ekstremizmit. Mon kudo që e shohmi pikë kur janë shfaq herën e parë në kohën e Aliut radhiyallahu anhu, kush i ka pri, e shohmi që një prej predispozitave të përcaktimeve të tyre ekstremiste ka qenë natyra, karakteri dhe formimi paraprak që u koni vrasht, që u koni parsimum, që u kon larg domethënë dijes, që u kon larg kulturës. Edhe rrjedhimisht u kon shumë natyrshëm aty me bini ide të tillë. Natyrshëm u kon me bini ide të tillë. Unë e di që kjo pastaj shumë raste kur na e denoncojmë ekstremizmin, tingëllon sikurse po e keshmi një popull ose sikurse po e përqeshmi një kulturë. Kjo realiteti na do të më punu për me ndryshu. Na e kena po, ku ka ignorancë, ku ka fukarallëk, edhe s'ka kulturë, aty ekstremizmi bin shumë shpejt. Po çka ka këtu që do të më denoncu çështu? Po do të më denoncu çështu, se feja është minushtruar Allahut, Allahu po thot më kon mesatar, po thot më kon ekstremist. Unë jam të bëj këta për agjendat e çetërkujt, për agjendën kuranore. Dohon, nëse ti do më nejt nudhën Allahut, dush më kon mesatar, dush më kon ekuilibrum. Do me dal pi udhës, hen ekstremizëm nuk shkon gat. Nuk shkon gat dynjë, a çysh del në ahiret, është temë domethënë veti që duhet pastaj me trajtu. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'ala an-nas. Na ju kena bëu ummet mesatar që ju të jeni dëshmitar për njerëzit. Pse po përmendet dëshmia? Dëshmia ndër vëllezër i merret vetëm njeriu të arsyeshëm edhe njeriu të drejtë. A mundesh me marr dëshmitar në njëri sharrën? S'mundesh. A mundesh me marr një njeri për dëshmitar ndërsa është ka tmeta mendore? Do të thonë, Allahu kur e përmend dëshmin, thot këta janë njerëz të kompletuar. Se ti njerin e kompletuar merr për dëshmitar. Nëse ti për shembull keni një biznes edhe je të dash me bëni kontratë me shifra të mëdha, a e nënshkruan çaty në xhamat kush ka qillu, a e vet vllajin që është shumë i kfjell, shumë i dalëm, shumë i kfillt për me lexu kontratën, për mi përgjegjësitë e kontratës, kë e merr? Njerin e arsyeshëm edhe të drejtë. A është e qartë? E Allahu sigur na thot, ju jeni ummet mesatar, ju jeni njerëz të arsyeshëm, ju jeni njerëz drejt. Por çata ju keni drejt me dëshmu. Po nëse njeri nuk është i arsyeshëm edhe i drejt, e hub të drejtën e dëshmisë në Islam. Për shembull, një njeri e ka pa duke ndodhur një krim, ama na krejt dëshmuar se është njeri me ndjelet. Nuk është njeri domethënë i arsyeshëm. I bë dëshmi atij. A është e qartë? I bë dëshmi atij. Po ai ka qellu dëshmitar okular, është irelevante, domethënë përderisa ai nuk i plotson të drejtat, nuk i plotson para kushtet për më kon domethënë dëshmitar në një domethënë në ngjarje të tillë, sikurse Kurani thot, si ti je ekstremist, i ki humb vlerat e arsyes dhe vlerat e drejtësisë me të cilat ki drejt me dhënë dëshmi. Nëse mund me çka jetë edhe kthemi në kuptim tjetër, ju kemi bërë ummet mesatar, keni më bë dëshmitar. Kur sini mesatar, s'keni drejt për dëshmi. A keni pa njëri që është ekstremist edhe dëshmon drejt? Nuk ka shans. Domethënë, një njeri i cili ka prirje ekstreme, me pa një dietar ditën e natë në sejdë Allahun, të e bë Allahu sejdë. Edhe ka një biografi që 50 vjet, domethënë ka bëhat me 3 ditë. Edhe ka një biografi që 50 vjet nuk e ka nërë si më dhënjë në davetin. Edhe kur si e ik namazin natë. Ky ekstremist, ky thotë jo, ky është një shërptor i çetërkujt. Si ky prirjen e ka të tillë, kryen e ka domethënë në smut. Ku asnjë ky s'ka drejt për dëshmi. A kena argument që ky s'ka drejt për dëshmi? Po kena drejt, se Allah po thotë, jeni mesatar, keni drejt më kon dëshmitar. Si mos jeni mesatar, s'keni drejt, si keni hupën, domethënë predispozitat e të qeni domethënë dëshmitar. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Ju kena bën ummet mesatar, wasat. Ç'është wasat arabisht? Wasat arabisht i bë mesi. Mirë, po të këtë dietarët e tefsirit kur komentohet kjo ajet, kryesisht çysh përkthehet wasat? I drejt. I drejt. Pse domethënë përmendet i drejt? Se ekuilibri është drejtësia. Kur ti nuk shkon as në teprim, as në neglizhim, as më shumë as më pak, që kjo është drejtësia. Që kjo është drejtësia. Kur ti di me mojt mesin, kur ti di me mojt ekuilibrin, ti di për shembull një mëkat me gjyku si mëkat, edhe e di gjykimin për katës për mëkatarin, ama nuk e kalon kufinin as më shumë as më pak. A është i qartë? As më shumë as më pak. Vetë çfarë i ka thonë Kurani edhe Suneti. Shkon ti me prirjet e tua tjera, e kalon kufinin, këtë rast domethënë, ki kalu domethënë në ekstremizëm. Po i marr disa shembuj për me kuptu që teprimi ose neglizhimi është padrejtësi. Nëse nisen e tepron e ki kalon zullum. Edhe nisen nëse e lë më pak, prap ki kalon zullum. Për shembull,
mesataria në dashuri edhe mëri. Do të thonë ti mundesh me dash dikan shumë, a mos ta kalish kufinin, mundesh me përfunduar edhe në shirk. A është qartë? Ose mundesh edhe me pas mëri, me pas urrëtin ndaj dikujt, po nëse e kalon kufinin, mundesh edhe me bë krime. Muj me dash dikan e du mesatarisht qatë sa i përket me dash, që kjo është drejtësi. Edhe muj me pas një mëri me dikë dhe mërinë e maj në kontroll. Njerëz që s'e mojnë vetë në kontroll nuk janë njerëz të mençur. E do t'i kanë deri në marrëzi. Kur ta urrejnë deri në marrëzi. Ky son njëri asyshëm. Ky për shemb e vesme këtë, çka thu për filanin? Thot njëri më të mirë në tokë s'ka. Kur ti prish punë, çka thot? Njëri më të keq nuk ka. Tash apo me di kur me ta mor ty dëshminë? Atë parën e dytën. As parën as dytën se ti s'ki mesatari. Ty nuk të mirë dëshmia. Ose një shembull tjetër. Mesataria në të ushqyer për shembull. Në moment që prishet mesataria në të ushqyer ka dëm shëndetësor. Sa Allah e ka bë leç këtë. Do thonë, shkon shëndeti edhe shkon smundja. Kryesisht smundja shpjegohet si disbalancë. Do thonë, ose u tepru ftofti, ose u tepru ëmbla, ose u tepru nxehti, ose u tepru njelmta, ose u tepru sasia, diçka u tepru. Edhe rrjedhimisht ka ndodhur një problem shëndetësor. Do thonë, që kjo është rregulli i jetës. Ose mesataria në respekt. Mënyra se si ti shpej respekt dikujt, mundesh mu dok sikur se skllavi i tij, sikur se robi i tij. Apo? Po mënyra se si ndoshta ti babën ose nonën do me respektu, mund të më ka një formë që nuk është ashtu e kërkuar. A është qartë? Ku është njeri i mençur? Ai i cili di me gjetën ku mesi. Ku është domthonë sjellja, domthonë e ekuilibruar. Ose për shembull mesataria në shpenzim. Me bën atash mas ligjratës pyetje sa duhen për me bën një jetë optimale në vendin tonë. A mumi me mor mendimin e dikujt i cili e shpenzon tepër? Pa mumi me mor edhe mendimin atij që është ekonomist ekstrem koprat? Mas mramti, cili mendim vlen për me kallzu sa duan këtë vend për me mujt me bën një jetë mirë? E mor me aty në shërë mesatar, jo aty i cili tepron. Po as atij i cili domethënë e shtrëngon dorën sa nuk bën, thot Allahu Azza wa Jall, "Walladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama." Thot Allahu Azza wa Jall i vdon si besimtar të mirë ata të cilët kur shpenzojnë çish duhet, pa tepru. Po edhe kur kursejnë, edhe kur aty nuk e teprojnë. Thot e kanë një far kuptimi ndërmjet kësaj, ndërmjet shpenzimit edhe kursimit. As nuk janë kopraca, po as nuk janë dorëshluar që s'kan kur një far koncepti të ekonomisë. Ose për shembull, mesataria në kujdesin financiar dhe edukues të fëmijëve. Ekzistojnë disa prind këtë vëmendjen që e kanë si prind, e kanë veç të edukimi. A mos bojnë financiarisht kurrë për fëmijët e tyre. Edhe ka të tjerë të cilët ditë të natë veç bën marak për financat dhe mirëqenien financiare të fëmijëve, s'bojnë kurrë për edukimin. Kush është prindi mirë, ai i cili ka të dyja të bashkë në mënyrë të ekuilibruar. Domethënë edhe investon te çështja financave të tyre, përpiqet edhe për mirëqenien e tyre financiare, po përpiqet edhe për aspektin domethënë të edukimit. Imagjinoni vëllezër, Allah Azza wa Jalla mëson muslimanët të mëkon njerëz mesatar, me pas koncept mesatar, me pas orientim mesatar në jetë, madje edhe për gjëra që ndoshta neve kurs na kish humbin. Thot Allah subhanahu waqsid fi mashyika waghdud min sautik. Kur të hec me një ecje mesatare. As mos hec kadal mu duk sikur dembel, po as mos hec shpejt mu duk sikur se një njeri i cili domethënë ka një stres domethënë pa kontrolluar. Thot hec me një ecje mesatare edhe zonin thot kontrolloje. Zonin mojnë në kontroll. Imagjino Kurani zbret pi 7 kraqejve, Allahu subhanahu wa taala i fol njerëzimit, kam i kallzuar të shmehec. Domethënë, Allahu na ka kallzuar çish me ec. S'na ka kallzuar cila është akidja mesatare, cila është menhexhi mesatar, cila është fryma mesatare. A mundet me menu dikush se këto tema janë të pasqyruar në Kur'an dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Ose edukon Allahu subhanahu wa taala pejgamberin e tij, që është pejgamber, profet i orientuar ka ahireti, domethënë në mënyrë domethënë të veçantë, ç'e edukon? I thot Allahu subhanahu: "Wa btaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah." Puno me fitu ahiretin. Unë me fitu ahiretin, i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Wala tansa nasibaka min ad-dunya, edhe mos e lënosh pjesën tonë të dunjos. Me njëherë krijohet koncepti i ekuilibrit. Ki mu përkushtu, ki mu fal shumë, ki me nejt namaznate, Kur'an, ama mos e lë keq pjesën e dunjos. Mojni ekuilibër, mojni mesatari. Ka edukon kështu, edukon domethënë pejgamberin e tij sallallahu alaihi wasallam. Ajo që kisha pas dëshirë, domethënë me çënën këshilla bazë së ligjërate. E di që ke lyp pas tani tretesë në ligjërat në veti, po elus Allah më na mëson ndonjëherë. Kini vëmendjen, ligjëratat e fundit për shkak janë, a kanë për nënshtrimin. Ajetet e fundit, para çti ajeti, janë këtë për nënshtrimin. Shkëbe kjo. Shka le më në kuptu kjo.
Kjo e lemon në kuptu që një njeri i cili është ekstremist nuk është i nënshtruar. Se ai mas mërëm të i nënshtrohet dikuj tjetër, jo Kuranit as Sunetit. Ai nënshtrohet hamendjeve, ai nënshtrohet ignorancës, ai nënshtrohet mediokritetit ti, ai nënshtrohet kulturës paraprake, ai nënshtrohet ndoshta emocioneve, ai nënshtrohet kulturave, ai nënshtrohet prejardhjeve, gjithkujt apo jo Kuranit as Sunetit. Gjithkujt apo jo Kuranit as Sunetit. Ani pse tingëllon Kurani ose Sunet? Ani pse tingëllon domethënë Kurani dhe Sunet. Saktësisht, për shembull, një mëkat e shes si kufër. Se ky ka neveri ndaj atij mëkatit. Nuk shkon feja me neveritë e tua. Sheriati ka thonë mëkat, si ka thonë kufër, pikë. Ose një kufër të vogël insiston me paraqisi kufër i madh. Pse? Nuk ka shpjegim, nuk e interpreton ata në mjet Kuranit dhe Sunetit. I madh, çysh, që kjo nuk ka kufër i madh. Pse me shihet e tua dhe të mia përcaktohet çka ka kufër i madh. Ose një shirk i vogël insiston me paraqisi shirk i madh. Edhe ose njëri i cili bën në një mëkat ose bën një kufër ose bën një shirk insiston me trajtu me rregullat e veta, jo me rregullat e sheriatit që trajtohet ai çka ka bën. Këtë rast ku ne aty në shtru, Kuranit të Sunetit apo tekave tua, hamendjeve tua, ignorancës tënde, ose përcaktimeve tua domthonë paraprake. Kur arsye ndërlëzë monë men. Zakonisht kjo ndodh ose i nënshtrohet hamendjeve, aty ja merr meja se ç'shtu ma fe. E dyta, ignorancës. Nuk e di se do të thonë feja në nështrim në kupton edhe detajin më të vogël të fejes me mor. Për shembull, pirja e alkoolit është mëkat i madh. Është mëkat i madh. A nxjerr pi fes? Nuk nxjerr pi fes. Ai i cili thotë që pirja e alkoolit, ai që thotë që pirja e alkoolit çet pi fejes, për neve çka është? Është pi xhavarixhve. A ka drejtë ai më na thonën pse ju po më largoni hatri i rakigjis? Ne thomi nuk kena të largu hatri i rakigjis. Po hatri i Zotit ati shka piraki edhe ati shka spiraki, i cili Zot si ka thonë rakijës kofër. Na nuk kena t'ja bo favorin ati shka pi alkohol. Na e kena vëmendjen qysh me jetësu rregullën e Kuranit. Na nuk kena të Kuranit të Sunetit veç ku du të më kthy ka kibla. Na jena të Kuranit të Sunetit edhe ky që ka emrin në sheriat, kjo e ka mëkatar, u kry, na nështrohemi. Është qartë? Na nështrohemi, Allahu i ka thonë mëkatar, si ka thonë kafir. Do të thonë zakonisht ndodh prej hamendjes, zakonisht ndodh prej ignorancës, zakonisht ndodh prej ngutive, edhe shpesh njerëzit i nënshtrohen ngutisë së vet. U ngut, është përcaktuar ngut shumë diku gabim, edhe pastaj i rriç asaj besnik. Zakonisht ndodh për shkak të emocioneve. Shpesh, domethënë, kjo ndodh shkaku i emocioneve. Për shembull, me bë me pa dikë i cili s'është agjëru, çaqe përjeton keq këtë punë, ose e shet dikë i cili duke është ngron për shembull mish derri, emocionet e fejes e muin, edhe nuk mund të më menu që ky mund të qenë musliman. Ama nuk ka këtu ata merr me jas ta merr me. Ktu ka rregulla. Allahu si ka thonë edhe u kry. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e thonë, "Ki mund të shtru, ki më respektue verdiktin e Kuranit të Sunetit." Shumë ka të bëjë me kulturat. Për shembull, kultura, nëse dikush për shembull e ka pasën ta zon për shembull babën përjashtues. Domethënë, po një gabim me migjën e vet 10 vjet s'ka fol. Ky kulturën e ka përjashtuese. Ky kur të hem fe, këti veç koncepti i tekfirit i përshtatet. Se kultura o çashtu. Domethënë, duhet ti me bë gabimin e parë se unë do të më përsërit ngjarjen e pararendësve të mi, ngjarjen e atyre që kanë para me. Ata kanë marrë dy fise i not për gjys guri diku na gjën në fusha, edhe na kanë marrë për një meselë i not. Pse? Na kulturën e ka të tillë. Pse se kulturën e ka të tillë. Ky sun del, i duhet shumë arsimim, shumë vetdije, shumë domethënë muvadit te burimi i mirë i ilmit për me mujt mu liru pja asaj kulture. Edhe tjetra që është domethënë preardhja. Për shembull, ka disa preardhje, aty ndoshta disa breza e kanë mbjell vrazhdësinë, ose disa breza e kanë mbjell për shembull paragjykimin, ose disa breza e kanë mbjell për shembull akuzimin e tjerëve. Domethënë, do të më shkuat një kohë derisa të lirohen ata njerëz për kësaj, domethënë kësaj preardhje. Sidomos në vëllezër, e këtë kisha pas dëshirë me trajtu pak më ngadalë, domethënë, perceptimet e mëparshme dhe prirjet e paislamizuara. Domethënë, shpesh njerëzit anojnë ka ekstremizmi, shkaku i dy seneve. Për shkak të perceptimeve të mëparshme. Ai më herët e ka kuptuar çashtu dhe s'do më ndru kuptimin. A është qartë? Perceptimet e mëparshme dhe dyta, prirjet e paislamizuara. Ai ka një farë prirje, po këtë prirje nuk i ka shtinë në rend fejes. Nuk i ka thonë fejes, çka thot feja për çket prirjen teme? Unë e kam çështën një prirje. A duhet të më ndru këtë farë prirje apo jo? Për shembull, nëse dikush për shembull në gjahiliet e ka pas një prirje të gabuar në raport me xhinin e kundërt. Apo?
I ka fol grave për dore, domethënë nuk I ka respektuar rregullat e fesë kështu me radhë. Ky kur ti jam feja, duhet marrë çdo prirja, feja e ka prirjen e vet. Çish duhet mi trajtu këto gjëra? Domethënë, shpesh njerëzit vinë me perceptime të mëparshme, edhe me prirje të pa islamizuara, që si ka shtin proces të islamizimit, edhe rrjedhimisht pastaj anon ka, domethënë ka ekstremizmi. Për shembull, perceptimet e mëparshme ndodh që ai vetë se I ka përcaktuar disa mendime në bazat e veta, pastaj hulumton Kur'an dhe Sunet, jo shka pi kallzon Kur'ani dhe Suneti, po qysh me çu Kur'anin dhe Sunetin kuptimet e këtij. Këtë rast kush kujt do t'i nështru? A ky Kur'anit e Sunetit, a Kur'anin dhe Sunetin po do më nështru të vetvetja? A disa e ulët është kjo? Kjo me bë mu bën njerëz të arsyeshëm, kjo është mëkat I madh. Me bë mu kon njerëz të arsyeshëm, kjo është shumë e ulët. Me bën njerëz shumë të arsyeshëm, kjo është e poshtër. Mon Kur'ani që ka zbi pistat ka qejve, duhet më tu përshtat ty? Kush je ti? Kush je ti? A më na e kena përcaktuar se kjo kufër tash duhet na çdo lloj gjurmimi në Kur'an ose Sunet me mujt dyqysh me pruçë kufër. Me mujt me pruçë kjo është shirk. Me mujt me pruçë në një formë që na përshtatet përcaktimit ton të mëparshëm. Për arsye ky ajet vjen pas ajeteve të nështrimit. Për këtë arsye ky ajet vjen pas ajeteve të nështrimit se njerëzit që nuk I nështrohen Zotit, pastaj lypin fjalën e Zotit me prum ju nështrua atyne. Perceptimeve të tyne domethënë të mëparshme, edhe realisht pastaj nuk shkon ky ka qenë argumenti, po përpiqet argumenti me çu ka shkon ky, edhe ka do ky. Edhe e dyta për shembull, është prirjet e pa islamizuara. Kjo është pak më e gjatë, po ndoshta në një seminar kur të kena më gjatë këto tema, më thonë prirjet për shembull për akuzim të tjerëve pa standard. Domthonë ka njëri, ai ka çashtu, I akuzon njerëzit, a mos ka standarde. Filani është domethënë për shembull lajkatar, është mashtrues. Ky është çashtu e ka prirjen, mi akuzon njerëzit pa standard. Ka qysh, unë çështu po menoj. Unë po menoj se kjo është domethënë I till. Edhe pastaj ky jeton me këtë prirje. Ky është lajkatar, ky është domethënë lakmitar, ky tjetri është mashtrues. Edhe ky tash e krijon një lloj mendësie, një lloj prirje, ky këtë fejen çështu pas e ka. Edhe pastaj kjo shumë e ban të prirë për më konë domethënë ekstremist. Ose për shembull, të prirjet e pa islamizuara, karakteret paranojake që gjithçka e paragjykojnë. Ka njerëz kur rri një tip pasigurt. Këtë botën e shet që janë kundër ti. Apo janë çasi paranojak të deformum, të çrregullum, domethënë ky gjithçka është me paragjykim. E kur ta shet gjithçka me paragjykim, pastaj edhe shpjegimet e fesë I shet të tilla. Në këtë shohim për shembull dikush 5 muaj ka ulzim, ka paragjykime për dietar që 5 dekada është në sejdë edhe në Kur'an edhe në ilm. Imagjino sot më koni çrregullum, 5 muaj shime menuar që domethënë e ka tejkaluar 5 dekadësh. Ky veç ka çrregullim, më ky çrregullim nuk ka ndodhur sot, ky ka ardhur me këtë prirje. Ka ardhur me këtë prirje, se ky edhe në shkollë kur u kon kiti ka menuar si armiq. Edhe në 3-4 vjet kur kanë dalë ndoshta një bisedë thjesht me bë me shoqni, këtë ka menuar se njëri të fol kundër meje. Është qartë, edhe ka kriju paranoja të keqe, paranoja të çmendura, ky kur të bëhet fetar, ky shumë I ngren atona. Për arsye du me përmend një rast. E përmend Sheikh Saleh al-Shehi, Allahu e ruajt. Në rast të kom qenë thot mezhlis me Sheikh Fahd ibn Humayyin. Fahd ibn Humayyin është një prej ulemave më të mëdhenj që ka pasur bota arabe, shumë dietar bashkëkor, më të mëdhenj që janë nxënës të tij. Kurse ky ka nxënës I Sheikh Muhammad ibn Ibrahim al-Shehit, domethënë katranipi të Imamit Muhammad ibn Abdul Wahhab. Rëndësisht më thotë më kanë në mezhlis taj. E thotë ardhëm do të jem trit me plot entuziazëm, me uvrejshin në një farfetarie, domethënë të gufume. Edhe ardhëm ja po do pyetja Shehit. Çfarë mendimi ki për këtë meselë, çfarë o të ndodh kështu, çfarë mendimi ki? Vetë non stop, çfarë mendimi ki? Edhe Shehi thot, "Elli ma yuta' ma lahu ra'i." Thot, ai të cilin nuk e respektoni, ai të cilin nuk ja merr një mendimin, ai s'ka mendim. Ai të cilin ti nuk I nështrohesh mendimit të tij, thot nuk ka mendim. Edhe thot u largun ata, dhe mas u largun thot e pyeta thot Shehun, thot Sheikh Saleh Sheikh thot e pyeta pse Sheikh bile nuk e ka zonë mendimin tan? Thot po këtë s'kan me përfitu. Ky s'ka për mësu, ky ka me mor mendimet ta me bë mohabet me mendimet e tua. Thot përdesa ti nuk I merr mendimet për me jetu me to. Se ky nuk I të kallzu mendimet e babas vet, ky do të kallzu çka ka perceptuar Kur'anin dhe Sunetin. Ky do të kallzu çysh mbas formimit të dijes kuranore edhe profetike çysh ka në përfundim. Ti si e intereson për këtë. Për arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur sa shohim Muhamedi wa Muslimi pe Abu Hurairës, kur fol për sa njerëz paranojak. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Idha sami'ta ar-rajula yaqul halaka an-nas fa huwa ahlakuhum." Thot kur tani dikan tu thon preshën njerëz, dije se ajo është më I prishuri.
Se ky o tu fol në bazë paranojave të veta, në bazë problemeve të veta, në bazë domethënë të stërzmallimit vet, edhe domethënë pastaj domethënë ky edhe dietar të ishet domethënë me dyshim, edhe kjo ndër vëllezër është problem i madh. Mos gatishmëria për nënshtrim është problem i madh se pastaj i bie që duhet me kthye botkuptimet fetare në prirjet e ekstremistëve. Domethënë shfaqet një grup, bën interesant një 10 vjet, edhe tash bin presion hoxhallarët e dietarët e Davetxhit më përshtat aty në jo vëllavem. Feja Allahut ka ekzistuar para ty, ata vinë, shkojnë, dalin tje, vinë, shkojnë, absolut nuk mund ata me hinë ekuacion shkon feja. Feja është ka thonë Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A mo trive pjo vjen interesant, një t'ju vjen, një t'plakën, një t'ringjallën, feja nuk ndron, çajo është. Shkau kon kufër, kon Rasullullah, çajo me të kufër, s'bën kufër diçka tjetër. S'bën kufër në bazë politikave tua, as nuk bën kufër diçka në bazë të përcaktimeve tua, bën bazë Kuranit dhe Sunetit. Fundja mundet me ndonë periudha caktuar domthonë ehlu suneti me pas ignorim, po prap ehlu suneti mesin e Taif al-Mansura. Grupa e shpëtuar dhe ndihmuar pe Allah te xhel, se ndihmimi dhe shpëtimi më i madh me nejt në hak, jo me pasën idhtar. Edhe për këtë shpesh njerëzit që nuk e kuptojnë mendësinë e dietarëve, nuk mundin me kuptu pse dietarët heshin, pse e shtynin mesele, pse nuk ngutën, sa ai nuk mot me kësi kalkulimet e tona. Domthonë, nëse na nuk e japim një sqarim, janë 100 djem 3 devijojnë. Edhe çka? Pse na me fenë mos me 100, me 200, me 300, ne mos me vesh me një. Ajo është Allahu subhanahu wa taala. E mos me vesh me Allah, është Allahu i kënaqur ose është Allahu i kënaqur? Ai na të thonë çka ka thonë Allahu apo na të thonë çka i pëlqen dikujt. Dikujt ai pëlqen feja ma me liberalizëm, asaj nuk është synim për neve. Dikujt ai pëlqen feja me shtrëngim, asaj nuk është synim jon. Është veç Allahu subhanahu wa taala. Çka shpall Allahu? Çka i ka thonë Allahu hak, çka është hak? Çka ka thonë Allahu çashtu nuk mundet më ndryshu. Nuk mundet më bë domethënë diçka tjetër krahas asaj çka ka thonë Allahu subhanahu wa taala. Edhe historikisht, historia ka dëshmuar që mesataria është parakusht i bashkimit edhe i unitetit. Po e përsëris, mesataria është parakusht i bashkimit edhe i unitetit, sepse uniteti është më se i pamundur me njerëz me karakter ekstremist. Pse? Se njeri që është ekstremist, ai s'ka karar, ai s'ka standard. Ti s'mundesh mu bë bashkë me një njeri që ai është i paparashikueshëm. Mohoni ditë qohet me do emocione tjera edhe i ndron këtë meselët. Nësë ndromëm, pse pra mu banëm bashkë, tash do të ndru se na bashkë, jo burri dhëut. Na domethënë sot e 500 vjet çtu mesele kena, çift menexhe kena, çket frymë kena. Me na dhon Allahu dhe hymrin e Nuhit alayhis salam nuk lëvizmi as 1 centimetër, as të parë as të mas. Me lenë Allahu subhanahu wa taala. Kur të bashkohesh, dush mu bashku me njerëz që janë të prirë për mu kon mesatar. Pse? Se njerëz mesatar e kanë kararin e prerjes të saktë. Të na kulturën popullore thonë nuk i pres sakica me një vend, njerëzit të cilët nuk kanë karar ata. Herë shkon ato, herë shkon këndej, herë be, herë ngritet, herë domethënë e shtrëngon fejen, herë e liron. Ky s'ka karar, ky nuk ka për mua, nuk ban u bashku me këtë njeri. Nuk ban me nejt afër me këtë njeri, se ky s'ka standard. A me një njeri mesatar edhe kur është i dop në fe na bashkomu. Pse? Se ky me mesataria e ma gati inshallah. A ky me ekstremizëm po ky nxehet 6 muaj mas 6 muaj se njohmi. Për këtë domethënë është parakusht dhe këtë domethënë e gjemi në një kuptim shumë themelor. Cili është kuptimi? Uniteti nën kupton ndërtim, konsolidim edhe zhvillim. Ti mundesh mu bashku me dikan edhe rrjedhimisht pastaj, edhe mu ndërtu me të, edhe mu zhvillu me të, edhe mu konsolidua mes të para. Qysh mundesh me mes të para me një që ti se di ku e ka synimin. Qysh mundesh me mes të para me një që nuk ja di rrojt. Qysh mundesh me mes të para me një që nuk ja di ndërtimin. Për këtë arsye, duhet me marrë si rregull. Ndërtimi, konsolidimi dhe zhvillimi ka një fund. Cili është fundi i suksesit? Ekstremizmi ka një fund tjetër. Cili është fundi i ekstremizmit? E shohim Imam Muslimi, pe Abdullah ibn Mas'udi, pe Ahmed sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Halaka al-mutanatti'un." Njerëzit që kanë ekstremistë, që teprojnë herë do kur do kanë mushkatru. 3 herë ka thonë Resulullah. Herë do kur do kanë mushkatru. Çu shkatërrohet? A shkatërrohet fetarisht, a shkatërrohet emocionalisht, a shkatërrohet në aspektin social, shoqëror. S'është çare ai pa ardh me u çrregullu jeta, edhe domethënë me u shkatru. E madje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë që njerëzit me prirje ekstreme shkatërrohen, na e ka treguar si histori të hershme, nuk ka muhabet i sodit. Është muhabet, domethënë me madje edhe historik kuptimin edhe popujve të lashtë. E shënon Imam Ibn Majah, shalmoni thotë hadithi sahih, pe Abdullah ibn Mas'udi ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ya ayuhan nas, iyakum wal ghuluw fi ad-din." O ju njerëz, runu mos e teproni në fe. Runu për ekstremizmin në fe. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghuluw fi ad-din. Sa ata që ishin para jush, fetë më parshme, u shkatrun kur e teprun fe.
u shkatërruan pikërisht për ekstremizmit. A dini ku e ka thënë Rasulullah këtë hadith? E shënon Imam Ahmedi për Abdullah ibn Abbasit, Sheikh Shuaibi thotë që hadithi është sahih. E çon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me i mbledh guralecët e për gjuajtjen, domethënë që është në Mina gjatë haxhit. Edhe i sjell, domethënë për hudhje dhe janë kanë shumë të vegjël, aq sa është dashur. Ai thotë naam, bimithli haula. Thotë mimi pasi po. Çështu do të më kanë thotë guralecët e gjuajtjes gjatë ritualet të haxhit. Wa iyyakum al-ghulu fi ad-din. Edhe runu mos e tepronin fe. Ju runu mos e tepronin fe të gurt e haxhit. Runu mos e tepronin fe te gurt e haxhit. Imagjino domethënë çish kish çortu Rasullullah mos gabon me teprun fe kur mesele akidës, kur mesele menhexhit, kur mesele gjykimit njerëzve. Çish do të mungon aty si çel. Që tu po thot mos gabon me tepru. S'ka thon sheriati me mor gurt mëdhej. Po as domethënë guralet që nuk quhet më guralet. Duhet më kon guralet si i vogël çat sa për me realizuar simbolikën e gjuajtjes së shejtanit. Është qartë. Ruaj respektoj kjo rregull i fejes, nënshtrohu pik. A kish mi toleru dikush i cili kish marr fjala bie doni lan tjetër më të fuqishme se gurt për me gjujt. Jo, ki dal pi rregullit. Po unë pedu me shpërfaq urrejtën ndaj djallit me gjujt diçka më të madhe. Jo, nuk ka kjo ti çka voda. Ki mund nënshtru. Për çata ka ardha jeti me sataris mas nënshtrimit. Se feja në nështrim dhe në moment që ti nuk nështrohesh ki me tepru dikon. Edhe s'ta teprojsh ti ki devju njëjtë sigur edhe ai tjetri shka o të lan. Se na pet nëna te feja dhe na kur ta teprojmë s'kokoli se nëna fetor. Kush t'ka thonë kështu? Kur thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam janë shkatruar ato që kanë qenë para jush. Ose të thonë me plot kuptimin e fjalës që on shkatrim. Çfarë shkatrimi? E shënon Imam Taberani, sikur se Imam Bayhaqi është Albani thotë hadithi sahih pe Sahel ibn Hunayfit. Ngoni çka rivayet se ka shumë rëndësi. Thot la tushaddidu ala anfusikum, mos e shtrëngoni fen. Mos e shtrëngo fen. Thot fa inna ma halaka man qablakum bitashdid ala anfusihim, sa ata që kanë qenë para jush janë shkatruar t'ia vështirësuar dhe t'ia shtrënguar vetes fen. A përfundon çdo hadithi? Ngoni çka pjesë. Ose tajiduna baqayahum fi as-sawami' wad-diyarat. Thot Rasulullah, ata që kanë me piç aty vet, popullit më parshëm, tash i gjeni në për manastire dhe në për sinagoga. Sigur i thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ata nuk janë bë pa besimtar për ninat. Nuk kanë dalë pi feje për ninat. Kush i ka pru mas promti mu bë adhurues e Allahut në për sinagoga, edhe në për manastire duke i bë shirk Allahut, edhe duke nejt pa martesë, duke u vetmu, duke çu këtë jetën ato dhikret e tyre që i kanë. Ekstremizmi. Domethënë nuk është e parësyshme kjo fjali në fund. Domethënë që ta i gjeni ku? I gjeni në për manastira, në për, domethënë në sinagoga, sikur thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, përfundimi gati i pashmangshëm i njerëzve që kanë koncept ekstremist është edhe madje në një formë si tjetër një ditë me përmendu në devime më fatale, madje domethënë edhe në kufër, edhe ne i besojmë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ma edhe e kena pa. Edhe i besojmë, edhe i kena pa. 90% njerëzve që i kena pa, të e shtrëngu, sot s'janë kurrë hiç. Shumica e njerëzve që i kena pa të e shtrëngu, bashkë ato mesele që kanë akuzuar më shumë të tjerë, bashkë aty kanë rënë. Edhe në të folë për 10 vjet, 15, 20, Allah alem shashohemi mas 20-30 vjetë, kështu që ekstremizmi është udhë për me lënë krejt fejnë. Mos sa shif një njeri shak gufon. Figjonave të para që do më shumë e këshillu mi thonë, ke kujdes se kjo është udhë për me lënë krejt. Është udhë për me lënë krejt. Na ka paralajmëruar kush kështu? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Shënimi Muslimi për Abu Dharr radhiyallahu anhu thotë, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, man da'a rajulan bil kufr aw qala adu Allah wa laysa kadhalik illa hara alayh. Thot kush e akuzon një musliman për kufër, ose i thot o armiku i Allahut, edhe ky nuk është i tillë. Thot nuk shkon larg kam ju kthy. Nuk shkon larg kam ju kthy, domthon ka marr puna ky me ran kufër. Ka marr puna çashtu që ky mu bë armik i Allahut. Qysh vjen e puna Allahu alem. Kjo drejtësi e madhe Allahu subhanahu wa taala, që Allah nuk e toleron dikë i cili akuzon dikë për kufër, pa e sprovuar me diçka, me ardh me merituar vet akuzën që ka bërë dikujt tjetër. Kështu që çysh bën dikush me elon fen, ndërkaq ekstremizmi tingëllon për kushtim. Kur e shet një njeri që është ekstrem, edhe e shtrëngon shumë fejen, ana tingëllon neve shumë që i përkushtumaj. Qysh është e mundur? Tingëllon për kushtim, a Rasulullah po na paralajmëron që gjiko mos ti kemi lënë fen krejt. E shënon Imam Buhari Muslimi për Abu Sa'id al-Khudri, thot bainama nahnu inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqsimu qisma. Thot na koni me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe Rasulullah ishte ty ndo plaçka, dhuratat, ato asistencat e shtetit për qytetarët, thot atahu dhul Khuwaisira, ardh dhul Khuwaisira, wa huwa rajul min bani Tamim, thot një burr prej fisit bani Tamim, tha ja Rasulullah i'dil.
Tha ujdur Allahut, maj drejtësi. Se kjo është mentaliteti domthon njerëzve ekstrem. Domthon I do këtë që është më I drejtë se sa ai I cili e ma flamurin e drejtësisë. Që është pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Thotë, "I'dil, doj drejt." Rasulullah sallallahu alajhi wasallam çatëherë ka dhënë plot njerëzve më ofru zemrat. Kjo paranoja, kjo paragjikus, kjo s'di. Gjithë shka do të më shpjegoj. Unë pijap ti pak më shumë se ky frek është në Islam e ndensa forcohet. Kjo paranoja. I thotë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, moj drejtësi. I thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Wailak, mirë për ty." O me ya'dil idha lam a'dil. Thotë kush më drejtësi si mos më unë. Thotë qad khibta wa khasirta in lam akun a'dil. Je shkatru ti nëse unë s'moj drejtësi. Domthon ti mu ki lidh mas meje, unë me çun në xhenet. Çish çën ty në xhenet nëse unë jam njëri pa drejt. Ti kur thu moj drejtësi o profet, ti e tu fol kundër vetës se ti e bë musliman mas ti pejgamberi. Kush ta kallzoi ty e la ilaha illallah. Thotë je shkatru dhe I pafat nëse unë nuk moj drejtësi. E pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam I thotë shokëve vet, thotë dahu lene. Fa inna lahu ashaban yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim. Ky ka do shok me bë ju mja po namazin atyne, namazi ju do këtë kur gjëheq. Çasi namazi ata kanë. Çasi për kushtimin te Allahut. Sa falën këta ju kërkon sini. A di kuna ti thonë çështo? Sahabëve, I dëni sahabët sa kanë fal namaz? I thotë ju me bë me po namazin e ekstremistëve, namazi ju duket kur gjëheq ka si namazit tyne. Wa siyamahum ma'a siyamihim. Edhe agjerimin e tyne, ku ta shihni juve ju duket kur gjëheq. Qysh juve ju duket kur gjëheq? Çaj agjerim është? Jo, kanë thonë, kanë për transmetime, do të thonë pi namazit të madh, pi urisë të madhe, fytyrat e xhavrejve janë kanë shumë të lodh pi ibadetit. Edhe kur e ki pa, domthon fytyrë e ki pa që e ka qit për tokë ibadeti. Thot namazi ju kam ju do kur gjesh me namazin tyne. Agjerimi ju kam ju do kur gjë me agjerimin e tyne. Si agjeroni po hani mirë, I keni tanat mirat, ata dhe durojnë. Thot ja yaqraun al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. E lexojnë Kur'anin, ama nuk ja kalon fytyn. Nuk shkon te zemra. Se këta janë njerëz të prisht. Nuk shkon Kur'ani në zemër. Yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiya. Dalin shpejt pi fejas. Qysh dal shpejt? Shigjeta prej harkut. Mund të shpejt dalin, nuk ju zgat këtu në shumë. Keni vëmendjen çdo. A ju pas ka mungue ekstremistëve të parë ibadeti? S'ka mungu. Kush ju ka mungu? Në nështrimi. Ky s'ka dashur në nështru perceptimeve të sakta të Kuranit të Sunetit. Ky ka pas do perceptime të tjera. Edhe rrethëmisht nuk u kon problemi te mungesa e ibadetit. Po problemi u kon te mungesa e nështrimit. Mungesa e mendësisë e ekuilibruar për më çast Kur'anit të Sunetit që ka lyp Allahu, jo ç'po do ti. Jo ç'po lyp kabila jote, jo ç'po lyp fusha jote, jo ç'po lypën drejtimi jot ose rreth jot ose shoqënia jote. Ose e shënon Imam Buhariu Muslimi pe Aliut radhiyallahu anhu pe Ames sallallahu alaihi wasallam ku flet për çiket rast, thotë se yakhruju qaumun fi akhir az-zaman. Kanë me dalë do njerëz ka funi botës. Huddathul asnan, shumë të ri. Shka është të ri përgjithësi, për shembull me një fushë ti për shembull që zotron që 20 vjet je zejtari I mirë në fushës. Shka është I ri të ty? Domthoni I ri është alo I papjekt. Apo? Thotë shumë të ri. Sufahaul ahlam. Edhe mendje lehtë. Se ka të ri po janë të kfjallë. Ama edhe I ri edhe domethënë mendje lehtë, dy fish domethënë tregues që këtu domethënë perceptimin nuk janë të shnosha. Yaquluna min khairi qawli al-bariya. Kur flasin me fjalët e më të mirëve. Me ta me llafe domthon sun shtyhesh për llafe të mira. La yujawizu imanuhum hanajirhum. Imani tyre nuk e ka përse në fytyn. Këta kanë më shumë në gjuhë. Yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiya. Dalin shpejt fejas çysh dal domethënë shigjeta prej harkut. Kështu që është një problem historikisht të njerëzit me prirje të ekstremizmit është mendësia e varfër. Domethënë kulturalisht ose në aspektin intelektual ose në aspektin e arsimimit ose në aspektin e aftësive intelektuale, se dikush nuk ka shumë arsimim, po aftësitë inteligjencës I ka të zhvilluar. Përgjithsisht e vren që domethënë këta janë të varfër. Ndaj edhe çasin ndaj fesë kanë të varfër. Ndaj edhe çasin ndaj fesë kanë të keqe. Për shembull, nuk e ka mendësinë për zgjidhje, po e ka mendësinë për komplikim. Për shembull, ti mundesh me bashkëpunu me 3-4 vjet në punët e tua, e keni njëri gjithë është I prirë me gjithë zgjidhje. Tjetri jo gjithë I prirë me kompliku punën. Kjo nuk është që ky ka deviju e ka ngudi kan. Jo, ky mentalitetin e ka çashtu. Domthonë, edhe senin më thjesht ky e komplikon. Tjetri senin më tronin kështu me gjithë zgjidhje. Thot shënon Abu Daudi dhe Imam Bayhaqiu, Sharboni thotë që rivajti është Hasan pe Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, kur njëri ka qenë I plagosur gjatë betejës, po pastaj me çat plag ka qenë edhe domthonë xhunub,
Edhe pastaj ka pyet ata shokët e vet, ka thonë atë dikush në zgjidhje mos mu la se kjo plagë me bë mu la është rrezik. Edhe ata thonë jo nuk ka zgjidhje. S'ka zgjidhje, sheriati e ka lyp mu la dhe kry kjo punë. Edhe lahet ai me gusull, sikurse çysh është rregulli, edhe pastaj vdes shkaku i përkëtsimit të, domethënë, shëndetit të tij. Edhe kur vini kallzojnë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thot Resulullah sallallahu alajhi wasallam, qataluhu, qatalahum Allah. E pas kanë vrarë Allahu i vraft. E pas kanë vrarë Allahu i vraft. S'kan thonë atë Resulullah po na njerëz të mirë, shok tuaj, jo, kjo mentalitet i gabum. Gabim e kemë nu. Ti u dosh me pas zgjidhje, jo njerëzit më kompliku. U dosh me vet. A ka te moma, ka në zgjidhje tjetra. Çysh domethënë njëri me plagë ti më shtin ujë. Domethënë se mendësia është e varfër. Ama kjo nuk i kanë ndosur sahabëve të mëdhenj. Sahabët e mëdhenj që kanë qenë afër Resulullah sallallahu alaihi wasallam, domethënë e kanë pasur një mendësi shumë të lartë, e tjerë domethënë u dash me mësu domethënë për tyne. Ose e ka mendësinë e vështirësimit, po kështu nuk komunikohet me Allahun. Te Allahu nuk shkohet pse të bëni punë më ran. Mundet një punë më konë shumë e lehtë pa fiton xhenetin. Dhe mundet më konë në diçka tjetër që nuk është me çet matematik. E shënon Imam Buhariu Muslimi për Enesit radhiyallahu anhu, thotë dish mi thot udhës dikon, të shku domethënë për diçka, dhe tha pesha Resulullah sallallahu alaihi wasallam një plak, pesha një plak që pëmojnë dy djemt e vet në krah. Po hec, po pëmojnë domethënë njëri anën e djathtë, njëri anën e majt. Kuptimin që nëse është çaçi lodh, e morë me një kafsh, e morë me një kali, ose në karroc, s'ka nevojë me bë këtë zamet. Thot ma balu hadha, thot çka u punë e këtij që po hec çështu në kom, edhe pëmojnë dy vet. Thot nadhara an yamshi, tha u zotun Allahun që për Allahun veç ka me hec. Komplikues. E i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha an ta'dhibi hadha nafsuhu laghani. Allahu s'ka nevojë kë me bë azab vetën. Kush të ka thonë ti si shkohet Allahu? Si ta bëjnë azab vetën? Domethënë puna shkon mirë. Kush të ka thonë? Nuk shkohet kështu te Allahu. Allahu shka i duhet Allahu ti me bë azab vetën. Shka i duhet Allahu ti me maltretu vetën. Amo ky mendësinë e ka çashtu, si jetë vështirë, si jetë pak më e komplikuar, o ma fe. Është më për kushtim. Po nuk ka çashtu, nuk shkon te Allahu ti po thu. Po ç'e ka shpall Allahu subhanahu wa taala. Kështu që merren si rregull të jetës ndëllëzër, të jetës fetare që mesataria është vija origjinale. Mesataria është domethënë mendësia origjinale. Mesataria është menhexhi origjinal i sunetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe animi ka ekstremizmi është dalje prej sunetit. Edhe njëherë, kush do që anon, jo kush del edhe pozicionohet ka ekstremizmi. Veç me anu, ki nis me dalë për sunetit. Veç me anu, ki nis me dalë për sunetit. Qoft animet që ndodhin me idetet të tekfirit, apo animet që ndodhin me idetet të bdirët. Të dyjat janë largim për sunetit. Ndaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në hadith që shënon Muhamedi Buhariu Muslimi për Enesit radhiyallahu anhu, kur vin ata 3 vet të shtëpitë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, yasaluna an ibadati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanë ardhur me vet për çfarë ibadeti ka bëu Allahu subhanahu wa taala pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Falama ukhbiru ka'annahum taqalluha. Pa kur e morën vesh sa ban ibadet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ju duk pak. Kuptimin që kjo pejgamber edhe ky bollësh për një pejgamber që kaç. Na duhet me bëu më shumë se sa dohet. فقالوا وإن نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. Kujena na me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ndërkësh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fal mëkatet edhe të mëpashme edhe të mundshme. Do të thonë Resulullah sallallahu alaihi wasallam fal çkaç natën, sa ati ju kanë fal gjunat, neve ç'na kanë fal? Pastaj qala ahaduhum ama ana fa inni usalli layla abada. Njëri tha unë mos e mora vesh sa falet Resulullah sallallahu alaihi wasallam, unë pisonte natën komplet, tan jetën kam pas qiyam. Namaz natë, këtë jetën. Wa qala akhar ana asumu ad-dahra wala uftir. Thot unë thot komunis me agjëru komplet jetën, as në ditë pa agjërim. Wa qala akhar ana a'tazilu an-nisa fala atazawwaju abada. Edhe tjetri tha unë do t'i shmangëm grave dhe kur thot nuk kam martu. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا. Erë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, a ju thatë çështu edhe çështu? Keni momentin çështu. Resulullah sallallahu alaihi wasallam merr njerë me intervenu në problem. Se problemi i ekstremizmit, nëse nuk intervenohet me njëherë të prish. Dhe kjo është një problem i shumë vllaznive të ri që hoxhallarët e tyre dhe mentorët e tyre kur janë të ashpër me orientimet ekstremiste, lypin mëshirën kuptimin që zbote pak. Nuk zbutet, se kjo është domethënë herët e dëshmuar që kjo të prish. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam menër intervenon që të mi kthy këta në koncept mesatar.
thot ama wallahi inni la akhshakum lillahi wa atqakum la. Thot pasha Allahun, s'ka kurkush që i ka frikë Allahut më shumë se unë, edhe s'ka kurkush që është më i devotshëm ndaj Allahut se unë. Kështu që nëse unë jam shembull tyre juve, ngoni tash. Walakin yasumu wa aftir. Unë edhe agjëroj dhe nuk agjëroj. Unë edhe agjëroj dhe e prish. Wa usalli wa arqud, edhe falën edhe flej. Wa atazawwaju nisa, edhe martohem. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kush kthehet, kush nuk është interesuar me jetë sunetin tem, nuk ka jemi ai. S'ka kur gjë me mua. Keni vëmendje vëllazni. So primeje, njëri që thot kam minu për ditë, edhe njëri që thot kam u fal për natë. Këti i ka thonë ti s'kish kur çka kiti me mua. Çka kiti me mua? Ti mos thu jam sunetin tem. Domthon, na sot me ditë që një vëlla për natë falet, edhe për ditë agjeron, që thonë ka kundërshtu sunetin kuptimin që më mirë në ditë me prish. Në natë në gjysore me flet. A çështu? Rasulullah që ti i thot ti me mua s'ki kur gjë. Je largu prej sunetit tem, imagjino, je largu prej sunetit tem, veç se ka marrë balancën e ibadetit, a ibadetin Allahut ja kushton. Ktu s'ka dyshim. Edhe momentin reflektues e ka pas në shpinën e Rasulullahit, u mërzit kur e ka pa, ka thonë ej Allah ja ka fal këtë gjinat Rasulullahit, unë do të tanjet me ibadet. Që ti i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Kush del pi sunetit tem sopi meje. Mirë, po konteksti i hadithit thot kush del prej sunetit tem duke anuar në vija ekstremiste. Konteksti i hadithit është kush e tepron nuk kopi meje. Kështu që na besojmë bëndshëm që domethënë cila do formë për format e ekstremizmit është largim pi sunetit Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam dhe mesataria është vlera më e pashmangshme e njerëzve që pasojnë denjësisht pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Elusi Allahu azza wa jalla na mësoj me pasu Rasulullahin me denjësi, me mesatari, me përkushtim, duke nënshtruar Kuranit e Sunetit e jo diçka e tjetër, duke nënshtruar kuptimeve kuranore dhe profetike, jo prirjeve tona dhe kulturave tona, edhe Allah azza wa jalla na largoft neve dhe pasardhësit tonë dhe shoqëritë tona prej ideve ekstreme, edhe për çdo ide e cila nuk vjen selefit tonë të mirë. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.